Rreth 20% e prodhimit të brendshëm bruto në Shqipëri gjenerohet prej turizmit. Paradoksalisht, 60% e qytetarëve të Shqipërisë nuk mujnë me kalu të paktën një javë pushim jashtë shtëpive të tyne. Pra në një vend që është vend turistik për të hujt, nuk është vend turistik për ata që jetojnë aty. Pra Shqipënia është vend i huj për adhetarët e vend edhe për të hujt, për ata që vinë për turizëm. Në ndërkohë, Bashkimi Evropian hap kapitujt për antarësim në BE dhe krahas kësaj në Shqipëri rreth 1 milion banor janë të prekun nga kushte të rënda sociale dhe ekonomike. Për vendin e paradokseve, për atë se çka është Shqipëria sot dhe çka do bëhet, kam të ftuar Arlind Qorri, aktivist në radhë të parë, profesor edhe kryetari i Partisë Lëvizja Bashk. Arlind tepër i nderuar që na e bashku sot në Prishtinë, ke udhëtuar e ke marrë mundin prej Tiranës me ardhmë, edhe po shpresoj që kemi me pas një diskutim produktiv mbi shumë çështje të aspekteve që përfshin aspekte shoqërore, ekonomike përveç tjerash. Unë të falenderoj shumë për ftesën, Dibran. Sa herë vinë Prishtinë, kilometrat i bëjmë me kënaqësi dyfirsht që do të jemi bashkë këtu diskutojmë për çështje që besoj do kenë interes edhe për publikun e Kosovës. Arlind, unë jam më lirshëm kur flas me ty, edhe s'kam drejt s'kam nevojë as me të drejtu me forma kështu zyrtare, sepse na njihemi që goxha kohë, në trit paktën epitetet që i përmenda, për ty, unë e di që me ma shumë qef e ki me thonë aktivist, me të drejtu me aktivist, po sot kisha dosht në regjistin e pedagogut pak një pyetje që metet si pyetje goxha aktuale, madje në çdo kohë edhe nga sfera tona të studimeve, mbi atë se ç'është njeriu. Më thënë, në fillim të shekullit 20 është themelu një disiplinë e filozofisë antropologjia filozofike që më tonë në një farforme me dhonë një përkufizim ose përafrim të një definicioni se ç'është njeriu. Edhe nëse nisemi për një përqasje ma generale të, le ta themi, 3 teorive dominante në fillim të shekullit 20, në fund të shekullit 19, të Marxit, Nietzschet e Freudit, që sipas të parit, Marxit njeriu është produkt i rrethanave shoqërore me tekst veçantë të rrethanave ekonomike, pra si një lloj shtyse që ndërvepron edhe brenda njeriut sipas rrethit dhe marrëdhënieve shoqërore dhe marrëdhënieve të prodhimit. Sipas Nietzsches njeriu është një shtys për me dominu tjetrin, për me pas një lloj vullneti për pushtet e fuqi, e sipas Freudit njeriu është para se gjithashtu një qenie që udhëhiqet për instinkteve, po që mundohet përmes aty në strukturave idi, ego dhe superego me balancu, si më thonë, veten edhe mënyrën që ai ndërvepron me të tjerët. Po ç'është njeriu në fakt sot në rrethanat që ndodhemi. Ti më po më bën një pyetje që do më duhej të shkruaja një monografi tërë, një libër tërë për me ju afru përgjigjes, jo thjesht për ta dhënë përgjigjen e plot. Gjithsesi unë do mundohem në shumë pak kohë që të jap një minimum përgjigjeje. Vetëm fillim dua të bëj një parantezë kur flitet për klasik të mendimit filozofike shoqëror. Ata kanë një gjë të përbashkët që pavarësisht se janë të kritikueshëm, asnjëri prej tyre nuk ja fut komplet kod, do thoshim ne në Shqipëri, ose nuk ja huq tërësisht, do thoshit ju në Kosovë. Kështu që besoj që edhe Marxi, edhe Freudi, edhe Nietzsche diçka thon prej natyrës njerëzore. Pra shumë e vështirë që të dalë dikush dhe të ketë atë arrogancën të thotë ky e ka tërësisht drejt e këta e kanë tërësisht gabim. Gjithsesi, në rast se do më duhet ta përkufizoja njeriu, do të ishte ajo një qenie sociale, vetëdijshme, pavarësisht se edhe pavetëdijshme ka rol në veprimtarinë e vet. Mirë po një qenie sociale që ndryshe nga të gjitha qenet e tjera sociale, marrëdhëniet shoqërore
i mundsojnë ta përfitojë veten dhe si individ. Do thënë, njeriu është ajo qenie sociale ku shoqëria në momente të caktuara historike, sidomos modernitet, krijon kushtet që ai ta ballafaqojë shoqërinë e të ngrej krye edhe si individ. Mirë, ndryshe nga që mendojnë liberalët kryesisht, që e shohin individin ose njeriu vetëm si atom, vetëm si individ të palidhur me shoqërinë, un kam idenë se nuk e kam vetëm unë, po është kollaj të gjenden referenca të tilla që njeriu edhe kur ngre krye si individ ndaj shoqërisë, prapë shoqëria që ka krijuar para kushtet dhe ka, si thua, krijuar këto kushtet e kontradiktës midis vetes dhe individit. Njeriu sigurisht qenie sociale, është qenie që nëpërmjet punës dhe veprimtarive të tjera të qëllimshme arrin të krijojë bashkësi, shoqëri me të tjerët, arrin ta transformojë natyrën edhe në këtë dimension edhe transformojë veten në procesin e transformimit përbashkët të natyrës. Kështu që njeriu saq është i krijuar prej shoqërisë, aq pastaj kuptimi kolektiv të fjalës edhe mund ta transformoj shoqërinë. Për mua, për formimin tim, aspekti ndoshta më i rëndësishëm i veprimtarisë njerëzore është puna në kuptimin më të gjerë të fjalës, pra. Puna si një veprimtari e qëllimshme që do të prodhojë diçka, një të mirë, materiale, po jo vetëm materiale, edhe jo materiale, dhe që në shumicën ndërmuese të rasteve është një punë e përbashkët, pra është një punë që ti je në fakt kuptimi i shtrënguar nga pikpamja sociale që ta bësh bashkë me të tjerët, dhe kjo sigurisht që krijon edhe parakushtet e jetës përbashkët, e jetës shoqërore. Gjithsesi, të kërkosh natyrën e njeriu është ndoshta sfida më e vështirë nga pikpamja intelektuale. Po, ekziston një debat po ashtu gjatë dominant në modernitet se a është esenca apo ekzistenca e që i paraprin njeriu të dhe asaj që bëhet, po më duket që të paktën unë nisa me referenca të vëndshme u kthym te Aristotelit, ajo e famshme, që kush s'munët me ose kush nuk jeton në bashkësi, se mendon që i mjafton vetvetja ose është perëndi ose është bish. Kështu që në këtë kuptim edhe angazhimi juaj është në këto, si më thonë, dimensione të ndërveprimit social, në të individit mbrana një shoqënie. Që me kontekstualizu tash nga të gjitha teoritë që mund me tingëllue dhe abstrakte, në çfarë lloj ndërveprimi gjendet një individ mbrana shoqënisë shqiptare, le ta themi, dhe Shqipënisë si vend sot. E përmenda dhe nisa, si më thonë, me këtë fije të asaj se ç'është njeriu, po ç'është njeriu sot, për shembull, ose çka është një qytetar që gjendet përballë sfidave socioekonomike të mëdha, do të thonë në realitetin shqiptar. E përmenda veç shkarazi, unë patlon tepër shumë, si më thonë, për shtypje edhe në të njëjtën kohë për përshtypje si kur është përshtypje negative fiton edhe një lloj tronditje që të bën edhe me reflektu më shumë, që Shqipënia nëse e sheh në shumë parametra duket si përfaqësisht si një vend që po zhvillohet, si do kullat nalta që po ngriten, vazhdimisht që ka rritje ekonomike, në ndërkohë të dhënat si të Eurostatit apo dhëna tjera kredibile kur i nxjerrim edhe shohim që një pjesë e madhe e qytetarëve janë në kufirin e varfërisë, që është një lloj pabarazie ose ajo që me njëherë të bën me dyshuese edhe me shtrupytjen se çka nuk po funksionon brenda asaj shoqënie ku po lëngon shoqënia në këtë aspekt. Do të thonë ç'është njeriu, ç'është individi që jeton në Shqipëni sot, që më mujt me thjesht unë është. Do t'i përgjigjem me emrin një rruge që për habin time ekzistonte në Prishtinë, diku në periferi, jo larg ku jemi këtu bashkë, që ishte rruga Thomas Hobbes. Nuk e dija që kishte në Prishtinë një rrugë tillë, s'kisha kaluar ndonjëherë. Për ata që nuk e din, Thomas Hobbes është nga mendimtarët kryesorë të mendimit të filozofisë politike moderne.
Dhe unë kam përshtypjen që për shkak të politikave të mbrapshta qeverisë, njeriu i Shqipërisë po shndrohet në njeri hopsian. Domethënë, Hopsi mendonte që natyra njerëzore është një natyrë ku njeriu është izoluar, është i vetmuar, ka frikë nga vdekja, ka një pasiguri të madhe dhe kjo pasiguri e shtyn që të ketë marrëdhënie armiqësore me tjetrin. Kritikët e Hopsit kanë vënë duke që në fakt kjo nuk është natyra njerëzore, kjo është mënyra si transformohet njeriu në një sistem, le ta quajmë, hiperkonkurrencës. Të asaj që Hopsi quante luftë e gjithëve kundër të gjithëve, po që nuk është në aspektin politik apo antropologjik, por është në rreth parë në aspektin ekonomik. Kështu që politikat e mbrapsha, ai proces që në Shqipëri mund të konsiderohet i akumulimit nëpërmjet shpronësimit, ka sjellur vetëm akumulim të madh pasurie tek oligarkët apo tek politikanët e korruptuar, po e ka vendosur qytetarin e zakonshëm në kushtet mbijetesës dhe në kushtet ku është i detyruar të shpërbëjë gjitha lidhjet sociale, përveç ndoshta lidhjeve të ngushta familjare apo fisnore. Kjo shpjegon pse në Shqipëri nuk ka sindikata të fuqishme, pse nuk ka një jetë komunitare, sociale, kulturore të fuqishme, sepse mënyra se si është farktuar ky lloj individualiteti e ka bërë qytetarin të friksuar, të pasigurt dhe mjaft dyshues ndaj tjetrit. Kjo është mbase arsyeja kryesore pse në Shqipëri nuk ka demonstrata të mëdha, pavarësisht se ka padrejtësi të mëdha, pavarësisht se ka varfëri të madhe. Qoftë ta krahasojmë Shqipërinë dhe Kosovën në terma makroekonomik, Shqipëria del më mirë, për shembull, produkti i brendshëm bruto për frym, Shqipëria ka më të lartë se Kosova. Po, nduke është paradoksale se si Kosova prap ka pensione më të larta se Shqipëria. Pensioni mesatar në Shqipëri është diku te 180 euro. Herën e fundit që kam parë në Kosovë ishte diku 30-40 euro më shumë pensioni mesatar. Edhe gjithmonë kam bërë pyetjen vetes, tani si ka mundësi që një shtet si Shqipëria, që në termat makroekonomik, pra të paras që qarkullon, të prodhimit, është më i përparuar se Kosova, kur vjen puna te politikat sociale, është më i përpambetur. Sepse unë kam përshtypjen që ky proces i akumulimit nëpërmjet shpronësimit në Shqipëri ka avancuar mjaft më tepër se në Kosovë, dhe kjo e bën shoqërinë shqiptare më të polarizuar, me më shumë kontradikta, por në anën tjetër e bën qytetarin mesatar shqiptar të ndihet më i vetmuar, më i izoluar, më i pafuqishëm, dhe përpasoj pakënaqësinë dhe mllefin që ka, nuk e orienton në përditshmëri kundër fajtorëve të vërtet të gjendjes tij, por kundër atij që kanë krah, kundër atij me cilin punon në një vend pune, apo kundër fqinjit, komshiut, me cilin është i detyruar të hyjë në kontradikta të caktuara. Po ashtu pak më herët t'i vuren duke një tjetër kontradikt ose paradoks. Shqipëria është vendi i turizmit, është vendi i turistëve të huaj, por jo vendi i shqiptarëve që në vendin e tyre mund të bëjnë pak ditë plazh. Vendet e zhvilluara kanë turist. Vendet e keq zhvilluara kanë turizëm. Në kuptimin që Gjermania mbase s'ka shumë nevojë me pas turizëm, por ka turist, sepse ka një ekonomi rreth 10 milion turist në vit, që më thonë sipas shifrave të vitit kaluar. Gjermania ka turist, kuptimin që ka një ekonomi të zhvilluar, paga të larta, e kështu me radhë që u mundson qytetarëve të zakonshëm, mesatar, madje edhe punëtorisë në ca raste që të bëjnë pushime jashtë vendit tyre. Ndërkohë që në Shqipëri një punëtor fabrike, njëri që ka të ardhura mesatare e tulta, ose nuk ka fare mundësi të bëj turizëm, të bëj plazh kryesisht, ose nëse ka fatin të jetoj pranë bregut detit, thjesht shkoj brenda ditës dhe të mundohet të aksesoj një det i cili po ashtu është i rrethuar. Shumë nga bashkëqytetarët, besoj nga Kosova që do na dëgjojnë ne, e kanë përvojë që ti të shkosh në plazh në Shqipëri e ke të vështirë të gjesh një plazh publik. Gjesh një plazh që nuk është i rrethuar, nuk është i zaptuar nga një oligark që ka ndërtuar një hotel luksoz aty dhe pastaj ka zonë edhe rërën, edhe tarifon për të ngrohur në diell. Po kjo është absurde, domethënë, që në Shqipërinë e sotme ti tarifohesh për të ulë në rër, për të hyrë në det, ashtu si kundër qytete pastaj si Tirana, qytete mëdha si Tirana, ti tarifohesh për të rënë topit me shqelm. Një problem të madh që e kemi ne, sidomos në një qytet si Tirana, është që hapësirat publike janë jashtëzakonisht të kufizuara në sipërfaqe dhe përpasoj fëmijët nuk kanë ku luajnë.
e vetëm mënyrë që fëmijët të kenë mundësi të luajnë është të shkojnë në një kurs privat, ku një truall publik është privatizuar dhe pastaj i vendosit një tarif për të aksesuar një fushë futbolli apo një fushë basketbolli. Po, Arlind të shumë interesante dhe me rrezikun që bëhet, si më thonë, me referenca teorike ky lloj diskutimi jon, po prap me gjasa aty po kthehemi. Përmende Hobbesin, si më thonë, këto janë filozofët një ndryshe dhe filozofët e kontratës sociale, mandej Rousseau, Locke e ma vonë edhe Kanti. Edhe kjo lloj ky debati që është më i shprehur mes Hobbesit edhe Rousseau, që Hobbesi e përmend edhe vetë që e ka atë bindjen që njeriu është jo shumë i mirë ose nga natyra e shtysat e tij janë kundër tjetrit, njeri për njerin është ujk, është ajo farë shpreha e famshme. Ndërkaq Rousseau i thot mallku qoftë çaj që e ka ngul atë hunin e parë dhe ka thonë që këtë parcel, që këtë tokë është e jamja. Në Shqipërinë e sotshme duket që pak njerëz kanë ngul shumë huj në parcelat të tokave, po them kështu në mënyrë më të thjeshtuar të Shqipënisë, edhe mbi ato parcela janë ngrit ndërtime, janë ngrit kulla, po nuk e di kush i banon ato. Nuk e di në funksion të çkaje janë ato. Një hulumtimi, një gazetari mediumi italian para pak kohësh ishte që një skemë e madhe, si më thon, korruptive, shpërlarjes parave, një vend që dominohet prej rrugëve tregtare të drogës e kështu me radhë, është shndru Shqipënia në një vend të tillë. Më thonë, si ka mundësi që kjo ose menjanohet prej syve të shtetit, apo shteti është veç se i përfshim në këto lloj skemash, edhe në këta hujt që ngulen në s'po di, a i thoni edhe ju huj? Po duhet nga hurit. Interesant është fakti që me që më kujtove Rousseau këtë thotë që i pari që ngul një hu, cop truall dhe thotë ky truall është imi, dhe gjendë të tjerë që e besojnë këtë gjë, ky në fakt ka themeluar shoqërinë. Shoqërinë kuptimi që njerëzit nisin e të mendojnë për kufinjt, çfarë është imja, çfarë është jotja. Sigurisht, Rousseau e kritikon këtë proces, por ama e pranon, thotë, kjo është origjina historike në kuptimin e ekzistencës së shoqërisë. Dhe në Shqipëri 35 vitet e fundit kanë qenë vite ndryshimesh, dhe aty ku ka ndryshim, ka edhe ndryshim të mënyrës së nguljes hurit. Dhe nëse në 10-20 vitet e para ngulja e hurit ka pas një element demokratik, çdo më thënë demokratik, domethënë që me rënien e shtetit në fillim viteve 90, transformimin e sistemit politik dhe ekonomik, shumë njerëz nga varfëria e zunë një cop tok edhe konsideruan tyren. Dhe ky ishte në fakt është një proces i pashmangshëm, kur ndryshon një formacion shoqëror, një mënyrë prodhimi, rrëzohet një burokraci e vjetër politike, ekziston një moment tranzicioni ku njerëz thjesht përpiqen ndërtojnë shtëpinë e tyre apo një aktivitet vogël biznesi, duke zënë ato që më herët kishte qenë pronë publike. Mirpo ky moment demokratik me kalimin e viteve dhe dekadave është transformuar, pra ky moment demokratik po themi nguljes hunjve, pra të shumë vetëve ku secili ngul nga i hut vogël, është transformuar në ndoshta 15 vitet e fundit në një proces ku oligarkët, ata që kanë hunj të mëdhenj, ngulin hunjt jo vetëm në pronën publike që ka mbetur, prej minierave, vendburimeve të naftës, plazheve, pyjeve, lumenjve, mirë po kanë filluar të, si thua, shkullin dhe hunjt e vegjël, pra pronarëve privat vegjël, t'i shpronsojnë për të akumuluar gjithnjë më tepër. Pse një nga problemet më të mëdha që po hasin qytetarët e thjeshtë Shqipëri, pronarët e vegjël, është nëpërmjet ligjeve, si ai investitimeve strategjike që është në fuqinë Shqipëri, shteti u merr pronën, pronarit vogël, ja jep investitorit të madh, dhe shteti vendos edhe dëmshpërblimin monetar. Pra ti mund të kesh pronën tënde të vogël, të ligjshme, dhe ti shpronsohesh, jo si rezultati një negociate drejt për drejt me investitorin e madh që do ta blejë atë cop trualli që ti e ken afër detit, por shteti detyron ta shesësh dhe të paracakton edhe dëmshpërblimin ekonomik, pra sa para do të marrësh. Pra nuk është një transaksion i lirë midis dy privatëve,
Sepse qeveria shqiptare prej vitit 2015 mos gaboj, ka menduar që investimet strategjike të oligarkëve, kryesisht, janë të barazhshme me investimet publike. Pra një lloj si shpronson shteti për ndërtuar një autostradë apo një aeroport, të shpronson edhe për të ndërtuar një privat tjetër një resort turistik. Dhe kjo është çka merr shteti në këmbim? A merr diçka? Shteti në mënyrë të ligjshme, po them se të paligjshme me siguri më shumë. Në mënyrë të ligjshme jep, sepse shpeshherë u siguron dhe infrastrukturën këtyre investitorëve strategjik, edhe u heq taksat për një farë kohe, po ideja është ose justifikimi është që na fat gjatë këto do gjenerojnë vende pune, do të ketë fitime, turizmi, dhe do fillojë një moment paguajnë dhe taksa këta investitorë. Që askush nuk e ka vërtetuar deri tani që ndodh kështu. Ajo çfarë ndodh realisht, siç e përmendë pak më herët, është që ky proces i akumulimit nëpërmjet shpronësimit ka humbur edhe çdo logjikë ekonomike, se logjikën sociale se ka pas ndonjëherë. Sepse në Tiranë mbi fjalën e kemi ndërtesa shumë të larta, ku ti pyete kush banon, do thosha ndoshta fantazmat. Fantazmat sepse në një kull të lartë, 30-40 katëshe, ti mund të gjesh ndoshta vetëm 5 apo 10% të saj që mund të jetë ndriçuar gjatë natës. Nuk banon njeri, mbasi madje nuk ka as aktivitete ekonomike gjatë ditës, sepse këtu shtohet një komponent tjetër i zhvillimit të paqëndrueshëm të Shqipërisë. Një nga mënyrat e akumulimit të kapitalit është edhe përmes pastrimit parave që vijnë nga krimi i organizuar, nga organizatat mafioze, vendas ose të huaja, që pasi shesin produkte narkotike kudo nëpër botë, fitimet e tyre duan t'i legalizojnë diku. Dhe mënyra më e lehtë për t'i legalizuar këto fitime është përmes ndërthimit të kullave në qytete si Tirana. Dhe efekti që ato kanë pasur, përveç kriminalizimit të ekonomisë dhe të shtetit, është se kanë krijuar një flusk, do të thotë rritet në mënyrë absurde çmimi i metrit katror, pavarësisht se nuk rritet me të njëjtin ritëm të ardhurat mesatare. Pra ka një shkputje të plot midis ekonomisë reale, pagave, fitimeve në atë që mund të quhet ekonomi e shëndetshme dhe çmimit të metrit katror për banim apo për biznes. Dhe besoj që arsye kryesore e kulumtuar pastaj nga gazetarët dhe nga studiues është që në Shqipëri pastrohen paratë e krimit të organizuar, madje qeveria shqiptare her pas here tenton ligje të asaj që ajo quhen amnisti fiskale, ka filluar ta quajë edhe paqe fiskale kohët e fundit, që praktikisht do të thotë ti pasi paguar një farë detyrimi shtetit, mund të legalizosh çfarëdo lloj shume. Pra nëse paguar një 5% apo 7% taks, a ka një lloj, si më thon, penalizimi, dënimi, penaltie nëse se ato qarta zi duket për aq sa unë komujt me i pa këto ndërtime, ato duket që nuk kanë respektuar asnjë standard, për shembull të hapësirave të gjelbërta ose çka do që janë brenda disa parametrave arkitektonike, rregullimit hapësinor të një qyteti metropol siç është Tirana. A ka ndonjë lloj penalizimi ose lloj ndërshkimi, më thonë, mes që nuk i ke respektu këto norma të ndërtimit, do të pagush 3 fisha, 4 fisha, apo veç ka lehtësira? Nuk ka, në kjo pikpamje nuk ka. Në raste të rralla mund të ketë hetime nga prokuroria kur dyshohet dhe ka prova që po pastrohen parat, por jo për shkeljen të rregullave urbanistike. Kjo besoj vjen për 2 arsye. Arsye e parë është që se në Shqipëri, sidomos në Tiranë, rregullat urbanistike janë shumë relative. Pra vet ligjvënësit i kanë bërë në tillë mënyrë që praktikisht ti mund ndërtosh kudo dhe ti mund ndërtosh gjithçka. Po të marr një shembull. Kur Edi Rama ishte ministër kulture në vitin 1998 deri në vitin 2000, qendrën historike të Tiranës e shpalli monument kulture, ku ti nuk mund ndërtoje. Pastaj përsëri Edi Rama, kryeministër, ndryshoi ligjin dhe mundsoi ndërtimin e kullave brenda qendrës historike të Tiranës. Çfarë do thotë, teknikisht nuk e shkelje ligji, sepse me vullnet politik ligji është bërë i tillë që të mos respektojë standardet urbanistike apo trashëgiminë kulturore të qytetit. Mund të ketë ligje të standardeve mjedisore. Për kur ndërtohet një ndërtesë e madhe, mirë, po këtu thjesht ligji nuk zbatohet. Ka një rregullat mjedisore në Shqipëri, kërkojnë që në çdo kantier ndërtimi të ketë kështu vaska uji ku kalojnë makinat, në mënyrë që pluhuri e dheu që ato, si thua, bëjnë aty në ndërtim të mos shkojnë në qytet. Pa e nuk ekziston, nuk respektohet. Pra ose ligji shkelet, aty ku ligji ekziston ende dhe askujt nuk i kërkohet llogari, sepse
ata që ndërtojnë janë shumë të pasur dhe janë shumë të lidhur me qeverinë qendrore dhe lokale, ose teknikisht nuk ka shkelje ligji, sepse ligji u shpërshtatur interesave të oligarkëve dhe unë besoj që kjo është edhe forma më e rëndë e korruptimit të shtetit. Pra, trajta më e rëndë e korruptimit të shtetit nuk është shkelja e ligjit, po bërja e ligjit. Në funksion të këtyre interesave që ti as teknikisht pastaj nuk mund ta denoncosh dikën në prokurori kur ai ka bërë ligjin praktikisht. Kështu ky është edhe fenomeni kryesor i disa pamje dhe raportime për shembull që në ndërtesën e kryeministrisë hyn dhe dalin persona me ndikim, oligarkë kështu me radhë që ata me gjasi i kanë dyrë të hapun gjithë kohës. Madje edhe trafikant droge, ka qenë një rast i para disa viteve ku është fotografuar një person i cili si thua shtypi ndërkombëtar e trajtonte si një shqiptar, që shtypi ndërkombëtar e konsideronte si bashkëpunëtor këtyre karteleve të drogës në Amerikën Latine. Biles para pak muaj më duket e kanë arrestuar. Dhe disa vite më parë ai takoi me Edi Rama dhe Edi Rama thoshte biznesmen si gjithë tjerët. Unë takoj këdo, thotë që do të sjellë investime në Shqipëri. Pa nuk ka asnjë lloj filtri. Qoftë penal, që kush janë këta njerëz që takohen me kryeministin. As nuk i pyet çfarë investime, veç sjellin para. Sjellin para sepse burokracia politike në Shqipëri ka atë taksën e vet informale. Pra në çdo investim ka 20 apo 30% që kalon drejt për drejt te kryeministri, ministri i fushës apo kryetari i bashkisë. Unë mendova Arlind, madje edhe para se me fillu e thash me titullin që besoj do ta ketë edhe vetë ky epizodi jon që shkon drejt asaj se Shqipëria ç'është edhe ç'do bëhet. Shqipëria që ka qenë sipas titullit të plotë veprës së Samiut, na jemi tash te kjo e dyta ç'është dhe përkundër faktit që na konstatojmë paradokse sepse ato janë të dukshme. Më thonë edhe mbi pabarazit ekonomike, mbi rolin e oligarkëve që e kanë në Shqipëni, mbi dorën që shteti ka në këto transaksione, në këto lloj pabarazit si shteti i thellon vetë pabarazit, ndodh diçka paradoksale po ashtu dhe duket shumë e zbet kur e mendon që një lloj revolte shoqërore mungon në Shqipëni, më thonë edhe ndoshta për shkak të këtyre dy le ta themi taboreve që në duke duken antagoniste PDPS, por në fakt ju më duket një pas një parull fantastike që dy parti një oligarki, apo që ka qenë kështu diçka nëse nuk e ngatroj. Tre më duket, tre parti një oligarki, edhe Ilir Metës, po. Edhe më thonë mbi krejt këto parametra dhe konstatimet tona, megjithatë duket që mungon një lloj revolte mbar shoqërore. Madje kur na e kemi përshtypjen që këto zgjedhje le ta themi është fundi Edi Ramës, ai shkon duke u forcuar, duke u rritë më shumë. Tash disa shpjegime që mos më u zgjat shumë në këtë pjesë, unë i kam për shkak që e kam përcjell vazhdimisht, madje në disa raste edhe kam monitoru proces zgjedhor në qendrat numërimeve. Për mua, çka do që ndodh në Kosovë për gjatë procesit elektoral edhe sfundmi ndodhi një lloj vjedhje hajnie mes votave të kandidatëve kështu me radhë, po ishte mes një marrëveshje mes korruptive, le ta themi që ishte dukshme mes komisionerëve të votave. Po në Shqipëni, unë sado që mendon që mundesh me u shoku, me u trondit gjithkohë raste për me u trondit edhe më shumë. Një rast që mundet me shpjegu deri diku skemën e përqindjes dhe fitores elektorale domethënë përqindjes madhe të pushtetit të Edi Ramës është që sa shokuese ka qenë për mua që në qendër të numërimit të votave në Kashar kam qenë. Ato apo më duket ai thonë ju patronazhist, ata që mbikëqyrin kutit edhe që i din votat në kuti, ose që supozohet që një kuti e caktuar sipas një lagja, një rajoni ku ta diun, duhet me pas një numër caktuar të votave për PS-n. Edhe unë isha si më thënë të e monitoruat ekranin e votave edhe flet votimeve edhe mrapa me një telefonat
një patronazhist që ja bënte dikujt, edhe tha, kutia kaq, ka pas, do duhet I kishte kaq vota, edhe I kemi kaq më pak. Tash me shifra së më kujtohet. Edhe ishtu I lyp llogaria ti personit që na nuk I kemi. Domethënë, një nivel I frikshëm I shtrirjes strukturore në çdo kapilar të shoqënisë për me kontrollu si më thonë vullnetin e qytetarëve, mandej po flasim edhe për administratën që bie prej presioneve, ndikime për shembull, po kjo është një pjesë e shpjegimit. A ka diçka përtej këtyre parametrave që e shpjegon fuqinë e Edi Ramës? Arsyet janë disa. Njëra dhe nga më të rëndësishme është kjo që ti parathe, që thotë Shqipëria gjatë pushtetit të Edi Ramës nga viti 2013 e këtej ka shtuar vit mbas viti numrin e nëpunësve të administratës, dhe vetëm ka shtuar numrin e nëpunësve, por edhe I ka politizuar në rritje ata. Që thotë Shqipëria ka diku te 180.000 nëpunës administrate, më shumë se çka pas 13 vite më parë, mjaft më shumë se çka pas 13 vite më parë, dhe qeveria e Ramës jo vetëm ka shtuar numrin e nëpunësve, por ka shtuar dhe presionin ndaj tyre që çdo nëpunës, ose pothuajse çdo nëpunës ta kthejë një lloj kështu aktivisti politik, me ose pa dëshirën. Ata që ne quajmë patronazhist janë vëzhgues elektoral ose njerëz që punojnë për partinë pushtet, dhe në 99.9% rasteve ata janë edhe punonjës të shtetit, domethënë. Edhe njerëz që kanë pozita ekzekutive në administratën publike. Ky është një komponent. Ky ndoshta është komponenti që mund të shpjegoj nga 51-52% që ka marrë Partia Socialiste në ato zgjedhje, mund të shpjegoj, nuk e di, ndoshta 10 apo më shumë %, votave shtesë që ata e marrin. Do thonë janë rreth 180.000 ose 200.000 të sa totali të votave që ka marrë në zgjedhjet e fundit? Ndoshta 700.000 apo 700-800.000, nuk si përqindje ka qenë 52%, nuk e kam shifrën e saktë të numrit të votave. Po më artë një deduksion, po duket që kjo mund të përbëjë, si më thonë, 30% që nështë atë votave? Sigurisht, jo të gjithë në punës e administratës votojnë për partinë pushtet. Ka në punës që gjithë thonë që do votojnë për partinë pushtet, po ka njerëz që hakmerren tek kutja e votimit. Kam takuar edhe votues lëvizjes bashkë që thonë ne punojmë në administratën publike, por mos ia thuaj kujt ne kemi votuar për lëvizjen bashkë. Jo, prapse me këtyre 180.000 vetëve shumë besoj unë e pësojnë kërcënimin edhe votojnë për partinë pushtet edhe bindën e familjarët e tyre për të votuar për partinë pushtet. E dyta, partia e Ramës, sa kohë Rama është për 13 vitesh pushtet, është partnerja kryesore e oligarkisë ekonomike, që thot merr shumë më tepër financimet nënveshme nga oligarkia ekonomike se partia kryesore e opozitës. Partia Demokratike e Sali Berishës merr më shumë kohë televizive, që është edhe ky është një faktor. E treta, dhe kjo ka të bëjë me sistemin e vjetër politik në Shqipëri, PS-ja dhe PD-ja në Shqipëri, nga pikpamja ideologjike, kanë bërë çështje mundur dhe vazhdojnë të bëjnë çështje mundur që Shqipëria të mbetet në një ndasi politike që e ka origjinën nga lufta e dytë botërore. Që thot nga një ndarje midis komunistëve dhe antikomunistëve, që nis në vitet 40 të shekullit kaluar, dhe që pastaj vazhdon forcohet gjatë viteve diktaturës socialiste edhe më pas. Që ka të thotë që ato vota që nuk I marrin këto parti përmes presionit, përmes paras, ku blihet vota drejt për drejt, I marrin përmes nostalgjisë. Të thotë që ne jemi ata që, ku di unë, luftuam nazistët në luftën e dytë botërore, e tjerët thonë ne jemi ata që u persekutuam gjatë diktaturës socialiste në Shqipëri. Dhe kjo është një kontradiktat që vjet re në Shqipëri është që pavarësisht se nga pikpamja programore dhe I ligjërimit sot për sot, kemi një konvergjencë të madhe midis PS-s dhe PD-s. Që thotë praktikisht propozojnë njëjtat politika, kanë të njëjtët partnerë në oligarkinë ekonomike, ama kur vjen puna tek raporti me të shkuarën, ato janë bërë gjithnjë më shumë antagoniste me njëra tjetrën. Kupton? Pra, e bën një debat fort ideologjik mbi të shkuarën e largët, sepse përpiqen të prekin ndjenjat dhe historitë familjare të shoqërisë shqiptare, dhe kjo shpjegon pastaj pse edhe PS-ja dhe PD-ja marrin vota qytetarësh të cilët nuk përfitojnë asgjë nga pikpamja ekonomike, materiale apo sociale prej qeverisjes së përfitojnë ngushëllime shpirtërore. Pikërisht, është një lloj riprodhimi një lufte që ka nisur gjyshërit nga njerëz të stërgjyshërit dhe vjen edhe në ditët tona. Për sa I përket pastaj reagimit të shoqërisë,
ka dhe faktor tjerë. Një që ta përmenda ishte kjo, izolimi hopsian, pra secili për vete, kur ti nuk mundet të ndërtosh ose ke të vështirë të ndërtosh solidaritet me të tjerët. E dyta ka qenë një proces i shkatërrimit të institucioneve të shoqërisë civile, si sindikatat. Sindikatat në Shqipëri janë shkatruar duke u kompromentuar në fillim viteve 90. Pa duke u dhënë krerëve të sindikatave prona të mëdha sindikale, ata janë bërë njerëz shumë të pasur, por ama si kundër vleftë praktikisht kanë shkatruar lëvizjen punëtore në Shqipëri dhe sot që flasim Shqipëri nuk ka sindikata të mirëfillta, ose që kanë një minimum impakti në vendin e punës ose në shoqërinë në tërësi. E faktor tjetër ka qenë emigrimi. Emigrimi është një lloj, po themi, shfryrje e tensionit. Kur ti e pëson pa drejtësinë në vendin tënd, emigrimi është jo vetëm një arrati, po edhe një mënyrë për t'ju shmang problemit. Kështu që shpeshherë tensioni i prodhuar për politikave të mbrapshta, varfëria, pabarazia ekstreme, qytetarët në përditshmërinë e tyre kanë zgjidhur përmes emigracionit. Dhe me që fola pak më herët për pensionet. Në Shqipëri, me një pension mesatar 180 euro, ti nuk jeton dot. Bukë dhe kos nuk ha dot për ditë me 180 euro. Atëherë shtrohet pyetja. 500.000 a më shumë pensionistë që marrin 180 euro dhe më pak pension. Si jetojnë? Pse nuk lypin rrugë? Pse nuk ngrihen revolta e në protesta aq sa u lejon shëndeti? Arsyeja kryesore është se në fakt pensioni që u jep shteti është 100 deri 180 euro. Pensioni real i shumë prej tyre është më i madh sepse janë kontributet nga remitancat e fëmijëve tyre në emigracion. Domethënë, blerja e një paqe sociale. Blerja e paqe sociale përmes emigrimit dhe përmes lidhjeve të forta familjare që tradicionale që ekzistojnë, besoj edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Jo, ky është një proces që degradon shoqërinë nga një palë ekonomike dhe nga një palë politike, sepse i shtyn gjithnjëherë shumë njerëz të emigrojnë. Sot shqiptarët nuk emigrojnë vetëm për hatër të fëmijëve tyre, por edhe për hatër të prindërve tyre. Se ne gjithmonë kemi emigruar për hir të fëmijëve. Pra që të fëmijët tanë keni jetë më të mirë. Gjithnjëherë shumë qytetarët e Republikës së Shqipërisë janë duke emigruar edhe për hatër të prindërve tyre. Sepse e dini nëse prindërit tyre smuren, në spitalet publike në Shqipëri ti vdes. Nuk trajton kush nëse nuk paguan. Spitalet private janë shumë të shtrenjta, praktikisht vdes. Këtu vdes në mënyrë të paligjshme, aty vdes në mënyrë të ligjshme, e nga ana tjetër pensioni nuk të del për pothuajse asgjë. Kjo është arsyeja pse sipas statistikave zyrtare 50.000 deri në 60.000 shqiptar largohen çdo vit nga Shqipëria. Mesatarisht 10 vitet e fundit 50 deri në 60.000 qytetar, shumica dërmuese prej tyre të rinj, pra në moshë pune. Se ai që emigron sigurisht është aktiv nga pikpamja ekonomike. Dhe kjo është një krizë, unë e quaj gjithanshme, që është krizë legitimiteti nga pikpamja e justifikimit pushtetit në sytë e qytetarëve, por po bëhet krizë ekonomike që reflektohet të mungesën e forcës punëtore dhe në një krizë edhe demografike. Që thot ka më pak njerëz, ka më pak të rinj, ka më pak forcë punëtore aktive, ka më pak kreativitet, ama kam shumë korrupsion. Në njënën prej vizitave që e pata po në aktivitetet e lëvizjes bashkë në atë kohë organizata politike, më duket ka qenë viti post-pandemik 2021. Dhe kjo ka të bëjë edhe me angazhimet e juja si organizate, si lëvizje tashmë, që jeni në ndihmë, i vijeni në ndihmë në shtresave të ndryshme shoqërore. Rastin që po du me përmend është rastin të një vizitë të disa minator të Bulqizës. Edhe kjo është njëna prej fjalive që më kalon bresa tepër të mëdha se na konsiderojmë për çfarë sa mujmë me vlerësu veten që i ekspozohemi në periudha të gjata filozofisë e letërsisë, po dikush nuk i ekspozohet në atë mas dhe mbrin në disa formulime dhe artikulime mbreslënse, mandej për ty është shumë fish ma mbreslënse. Njëri prej këtine fjalive, prej një minatori, duke diskutu përveç tjera për kushtet të rënda në punë, ka qenë edhe për kur ai njëri prej minatorëve ishte duke përmend rastin e vdekjes shokut të tij në minjer. Edhe pas vdekjes për shkak të fatalitetit në punë,
si më thonë ata që menaxhojnë me minierën, ju besoj e dini edhe më mirë, kishin tentu me i mshef gjurmët dhe arsyet e vërteta të vdekjes së minatorit. Dhe formulimi mbreslënës ka qenë që në këtë vend nuk të vidhet veç jeta, këtë vend të vidhet edhe vdekja. Në këtë vend të vidhet edhe mënyra që është i vdes, sepse edhe ajo nuk lejohet që me ju prezentu në mënyrë të se si ka ndodhë, me ju prezentu pra të afërmeve, familjarve, rrethit shoqnor. Prap jemi tek ato, do të thonë pabarazit sociale, ajo që ju tentoni me luftu vazhdimisht edhe me ju vunë në ndim shtresave ndryshme sociale, po e kom pa tashmë që e vinte periudha nështë ma e vonshme që edhe pasi që keni mri me u përfaqësu në parlament përmes Redi Muçit, një deputeti nga Lëvizja Bashk, ju prap jeni aty, prap jeni me minatorët, prap jeni me punëtorët, prap jeni me ata që nxisin, si më thon, vatra të rezistencës në shoqni. Edhe kjo, se di, dikujt i do këtë që ndoshta edhe pak kohë, edhe këta, si çdo parti tjetër, futen në masë të madhe mbrana institucioneve, nuk ju interesojnë më këto hallet edhe problemet e qytetarëve, po nuk e di, është ndoshta veç koha është dëshmia më e mirë që e këm ngulësisë që uj për të marrë me këtë çështje. Sigurisht që ne nuk mundet një shikues syni, nuk mundet mendoj me siguri se çdo të ndodhë do të ardhmen kur vjen puna për Lëvizjen Bashk. Mirë po, ka një mënyrë për ta parashikuar të ardhmen, në mos me saktësi të plot, me një probabilitet të madh, që është e shkuara. Edhe unë edhe të tjerë aktivistë Lëvizjes Bashk kemi nisë merrem me aktivizëm rreth 15 vite më parë. E 15 vite më parë, unë e të tjerët flisin për drejtat në punë, për minatorët, për naftarët, për punëtorët e call centerave, të industrisë tekstile. Mbas 15 vjetësh, vazhdojmë bëjmë të ndonjë gjë. Kështu që 15 vite nuk e kanë zhbër pasionin ton politik edhe vullnetin për dasht përfaqësojmë edhe ndikojmë në organizimin e njerëzve të punës. Më pyete në fillim për këndvështrimin tim me njeriu, unë të thash që për mua puna është ndoshta elementi kryesor që bën njeriu njeri, sigurisht nuk është vetëm puna, por puna është shumë e rëndësishme dhe po ashtu punëtorët janë në këndvështrimin tim, po ashtu klasa apo shtresa më e rëndësishme e shoqërisë, sepse janë faktori kryesor i zhvillimit të një ekonomie. Mirë po, pavarësisht se punojnë, e krijojnë, e stërmundohen, janë ata që vlerësohen më pak, madje janë ata që ju vidhet jo vetëm haku, jo vetëm djersa, jo vetëm jeta, por si që tha minatori në fjalë, ju vidhet dhe vdekja. Dhe kjo në Shqipëri ndodh rëndom, miniera ndodh në sektorin ndërtimit, janë dy sektorët me aksidentet më të mëdha në punë edhe me vdekshmërinë më të lartë. Në sektor të tjerë vdekja është më ngadalt. Vjen nga helmimi, vjen nga pasojat afatgjata në shëndet. Por nuk ndodh menjëherë, domethënë, siç ndodh me punëtorin që bie nga skela apo me minatorin që zë pirgu i dheut në minier. Ajo çfarë ne dim nga bisedat e shumta me punëtorët është një pjesë e këtyre vdekjeve fshihen. Shpeshherë ata që duhet japin llogari, jo vetëm ekonomike, po edhe penale për vdekjet në punë, ka që janë njerëz shumë të pasur dhe të pushtetshëm, arrin të blejnë jo vetëm institucionet, inspektoratin e punës, policinë e shtetit, prokurorin, gjykatën, por shfrytëzojnë varfëritë e familjeve, viktimave, për t'u blerë atyre heshtje. Ati që i vidhet vdekja, shpeshherë i vidhet vdekja sepse pasardhët e tij, që zakonisht janë një shoqëri patriarkale në qytetet vogla, burri është i vetmi që punon. Familja që mbetet pa burrin e shtëpisë pastaj shumë e brisht nga ana ekonomike. Kështu që këta njerëz shumë të pasur, shpeshherë edhe me një background kriminal, pra që janë bërë të pasur duke qenë dikur trafikant apo vrasës, shkojnë familjet e viktimave të tyre, edhe ku prindrit, ku bashortën e këtij punëtori, arrin ta përmes presionit dhe paras, arrin që ti mbyllin gojën, t'u blejnë heshtjen. E ty thonë që më mirë merrni këto para se sa të mbetni në mes të rrugës.
të drejtat e punëtorëve në Shqipëri mund të jenë ndoshta nga më të nëpërkëmburat. Tani themi në botë, nuk e them dot se bota është shumë e madhe dhe ka edhe vende ku sipërmarrësi apo oligarku vendas del me mitroloza edhe vret punëtorët në protestë. Shqipëri pak të kjo s'ka ndodhur ende. Pra ma besoj në Evropë mund të jemi një nga vendet me respektimin më të pak të drejtave në punë dhe ku roli institucioneve shtetërore që do duhet të mbikëqyrin procesin e punës dhe respektimin e këtyre drejtave nuk është ta kryejnë këtë funksion, por thjesht të vendosin një haraç sipërmarrësit në mënyrë që t'ja tolerojnë shkeljen. Kur ne bisedojmë me punëtorët, themi, a vini inspektorët e punës? Dhe a keni ju shpresë kur vjen inspektorët e punës? Ose të dëshojnë gjendjen, ata thonë po vinë her pas here, por thjesht vinë për të marrë parat. Vinë për të marrë parat nga ai sipërmarrës. Kështu që edhe shteti që do duhet funksiononte, institucioni duhet të funksiononi për të garantuar një minimum drejtash në punë, nuk bëjnë asgjë, vetëm sa marrin atë harracin e korrupsionit. Po Arlind, tash nëse mbesim brenda kufive të Shqipënisë edhe një lloj vështirësie me shpjegu pse kjo ndodh dhe pse në të njëjtën kohë fuqizohet ose koncentrohet edhe më shumë pushtetit e një njeri që është Edi Rama. Ka edhe elemente tjera që duhemi mi përfshi ndoshta në këtë diskutimin tonë. Fenomeni tjetër jo fort i çuditshëm që një person aq i pushtetshëm edhe ata që i ka përreth i ka të korruptuar me që këto pabarazi e gjithçka tjetër ndodh në Shqipëri. Ama vetë nuk përfundon asnjëherë në bankën e të akuzumve. Unë mundova me kriju një regjistër, me siguri kom harru shumë tjerë ose s'kom mujt me i hulumtu krejt, po mundi është me mi konfirmu, të paktën në vitet e fundit, Belinda Balluku e akuzume për ndërhyrje në tendere dhe favorizim të kompanive, së fundmi. Arben Ametaj, Lefter Koka, Alqi Blako, rishfet korupcion, pastrim parash, firmosi kontratas të shtrejta e kështu me radhë, Erion Veliaj, kryetari i Tiranës, korupcion, pastrim parash, fshihje pasurisë, Ilir Beqaj, nëse nuk gaboj, arrestuar për shpërdorim të fondeve të BE-s, e kështu me radhë. Dhe më thënë, si ka mundësi që ai strumbullari i këtë këtyre që janë për rreth, madje edhe kryetari i Tiranës, në forma më të nalta të korrupsionit të përfshim këta zyrtar të PS-s, po vetë Edi Rama po dyqysh po duket që del i pastër për kësaj punë, ose thotë që unë nuk kam përgjegjësi që ka bëjnë ata rreth meje, nuk muj as me i kontrollu, këta shumica aty në kanë përfundu në bankën e të akuzumve, në SPAK në që ka bëj, po vetë Edi Rama mbetet i paprekshëm. Justifikimi i Ramës deri përpara disa muajsh ka qenë që këto skandale korruptive, në fakt thot ai tregojnë të kundërtën, tregojnë që unë nuk ndërhyj tek gjyqësori, edhe fal partisë time, thot ai, ne kemi bërë një reformë drejtësi që institucionet e reja të drejtësisë tashmë mund të godasin ministra, kryetar bashkish. Kështu që akuzës që i ke shokët të korruptuar, ai përgjigje që unë s'po i ndihmoj shokët e mi, qose i kap drejtësia, kjo tregon që drejtësia funksionon në Shqipëri. Jo thash para disa muajsh sepse në akuzën e fundit SPAK-ut, në zëvendës kryeministres Belinda Balluku, dhe ministres më të fuqishme të qeverisë Ramës, Rama ndryshoi komplet narrativën. Pra nuk tha më që përgjegjësia është personale, turpi u qof tyre që kanë vjedhur popullin, madje dy fish turpse me demek kanë tradhuar edhe besimin e vet Ramës. Në rastin e Ballukut, Edi Rama zgjodhi që të përballej, ballafaqohej dhe denonconte institucionet e prokurorisë speciale kundër korrupsionit dhe drejtësisë së re. Pra, sot që flasim, Rama ka refuzuar të heqë imunitetin parlamentar të Belinda Ballukut dhe ka mbrojtur atë në vendin e ministres deri në momentin gjykata kushtetuese i dha drejt institucioneve të drejtësisë për një vendim pezullimit të saj. Dhe tashmë Rama ka dalë me narrativ tjetër. Nuk është më ai që thotë korruptuarit që do mbajnë përgjegjësi personale dhe nuk kanë të bëjnë me mua dhe Partinë Socialiste, madje ky është një proces i pastrimit brendshëm.
Por ka dalë me tezën që tashmë prokurorët dhe gjykatësit në Shqipëri kanë një agjendë politike dhe përpiqen të rrëzojnë Partinë Socialiste nga pushteti. Me sa duket Spaku me Belinda Ballukun ka shkuar shumë pranë Ramës, dhe Rama tani kanë frikë se apo e ndjen frikën që te ky rast janë afruar pësoj vetë. Do besoj kjo është. Kam pas përshtypjen që Rama deri vonë kam pas sigurinë që atë nuk do ta prekin pavarësisht provave. Pra ka qenë një amnisti informale që ai ka marrë për të dhënë votat për reformën drejtësi, mbasi dikush e ka premtuar në vitin 2016. Do një amerikanë dhe një përfaqësues i BE-s që në rast se ti e voton, ti nuk do të prekesh. Mirë po, edhe nga pema gjeopolitike gjërat ka përshtypjen ndryshojnë, edhe një premtim hipotetik i dhënë 10 vite më parë, jo detyrimisht mbahet sot, sepse ai që të ka dhënë premtimin mbase nuk ka më gjendor. Ka funksion. Kështu që Rama sot ndjen presionin edhe kërcënimin ndaj vet atij personalisht, Spakut, dhe po ashtu ka frikë se ndryshimet sasiore, si thonë ai, ligji i vjetër kthej ndryshime cilësore. Pra, ministri i parë, i dytë e i tretë që akuzohet për korrupsion është i absorbueshëm kjo si krizë politike. Mi po vjen një moment ku ministrat shtohen shumë dhe mund të bjerë qeveria, sepse edhe mesazhi që marrin ata që janë rreth Ramës, Partinë Socialiste, është që ne nuk po na mbron kush. Në një nga daljet e fundit publike, Rama e pranoi me gjysmëzëri, tha që ka këtu prej jush, u tha deputetëve të vet, që më thon mua që pse nuk na mbron. Kjo është një tregues që kriza po shkon vetë brenda Partisë Socialiste, sepse ata që e mbështesin Ramën po bëhen zëshëm dhe po i thon ti je kryetari ynë, sa ko ti na mbron nga burgu. Qofse ti mbron veten tënde dhe jo ne, atëherë do të dalim kundra. Kështu që Rama edhe për të ruajtur veten në të ardhmen nga Spaku, por edhe për të mbajtur një farë unisoni brenda partive të korruptuar si Partia Socialiste, tashmë i ka shpallur luftë praktikisht institucioneve të reja drejtësisë dhe po rrezikon madje edhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në vendimin e fundit të Parlamentit të Shqipërisë për të refuzuar kërkesën e Spakut për imunitetin e Belinda Ballukut, kanë reaguar disa prej përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të shteteve kryesore anëtare të BE-s në mënyrë kritike. Dhe është hera e parë që publikisht perëndimorët këtu dysha me e kanë një qortim për Ramën. Kjo është risi për Shqipërinë e 13 viteve të fundit. Se nëse godasim, si më thonë, veç brenda kufive dhe në nivel të brendshëm të qeverisjes, na mujnë pafundësisht me godit, po Edi Rama është duk që është i përgdhelur një edhe i bashkësisë ndërkombëtare, madje me ato që janë disa ndërveprime, interferimi edhe në politikën e jashtme të Kosovës dhe një lloj flirti që Edi Rama ka bërë me Vučićin për gjatë viteve, është duke se ka dash me marrë primatin e një lideri përveç tjera, është edhe rajonale dhe që i ka përcene, i kalon kufit e Shqipnisë, është duke i përgdhelu një bashkësisë ndërkombëtare, edhe kjo, po supozoj unë, ka mujt me kriju një perceptim të qytetarët që gjithçka është në rregull me të, se edhe ndërkombëtarët po e kanë një lloj simpatie ndaj tij. Thonë, a kanë nisë me ndryshu edhe mënyra se si Edi Rama trajtohet nga ndërkombëtarët, apo janë filluar duke gjurmët e para. Unë nuk e parashikoj a do thellohet ky hendek apo jo. Mirë, mbështetja ndërkombëtare e Ramës shpjegohet me disa faktorë. E para është se ai për 13 vite ka qenë jesmeni përkryer. Çdo gjë që i kanë kërkuar perëndimorët, Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa e menduar dy herë, pa menduar as interesin kombëtar kur vjen puna tek raporti me Kosovës, as të drejtat e njeriut, kur vjen puna për kampet e refugjatëve që ka ndërtuar shteti italian në Shqipëri, ai thjesht ka pranuar. E dyta, ka ofruar një minimum stabiliteti. Pra, unë jam jesmeni juaj dhe mund të ta qeverisë Shqipërinë në mënyrë qëndrueshme. E treta, është ky elementi subjektiv që Ramës i pëlqen të jetë argëtuesi të tjerëve. Kështu që në çdo takim me përfaqësues të lartë shteteve perëndimore, ai përveç se kryeministri i Shqipërisë ka qenë edhe çfarë them, balerin, aktor, palacio cirku, piktor, të gjitha këto funksionet i ka kryer. Dhe kjo ka shpjeguar deri më sot mbështetjen që ka pas. Mirë po, mos harroni diçka. Kush ndërton një shtet
dhe një sistem politik funde kryet korruptuar, kapur nga oligarkia, e fut krimbin brenda atij shteti dhe kjo pastaj sjell pasoja të stabilitetit të vendit. Po thash, shembulli i parë është norma e lartë e emigrimit nga Shqipëria. 50.000-60.000 shqiptarë që largohen për vit nga Shqipëria është një problem edhe për vendet ku ndodh ky lloj emigrimi që në shumë aspekte është po marrëdhënia e tij me Vučićin në pikpamjen e juaj. Unë e shpjegoj në dy mënyra, do të thënë e para, shkaku i parë ka qenë fakti që Rama ka dashur të qenë jesmeni i perëndimorëve. Perëndimorët kanë dashur ta shtyjnë përpara procesin e ujdis midis Kosovës dhe Serbisë, në kurriz të Kosovës, dhe Rama ka thënë unë jam me ju. Nuk pyes për asgjë, domethënë. Unë jam me ju dhe unë do të jem personi që do ushtroj presion në emër të Shqipërisë ndaj Kosovës që të ndodh ajo që ndodh. E dyta pastaj është zhvilluar me kohën, ka qenë rivaliteti me Kurtin. Do thënë përkraja që ai i ka dhënë Vučićit her pas here ka qenë edhe sepse ata dy për arsye të ndryshme kanë parë tek Albin Kurti një antagonist politik për arsye komplet të ndryshme. Nuk dua të hyj pastaj në teori konspirative që thonë po të pak këto duken dhe këto mund të thuhen me siguri. Unë nuk di çfarë ndodh brapa skenës. Në procese që po e zëm kur ka qenë 2014 nëse nuk ka bëj kjo ideja ose 16 ideja e shkëmbimit territoreve kur Rama kishte marrë një lloj primati, mandej së fundmi me një draft asociacionit që Edi Rama mori përsipër që ai me hartue. Kjo është, si më thonë, me një nuk komplet rolin e Kosovës në negociata dhe dialog që Kosova e bën me Serbinë, kështu që kjo është ndoshta edhe një lloj protagonizmi që ai ka dashur me marrë në Kosovë. Kto lidhen edhe me njëra tjetrën, nëse mund të shtoj diçka. Në Shqipëri procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka dhe një natyrë theksuar ideologjike. Do thonë që konsiderohet si çelësi i suksesit politik. Kështu që Rama për ta përshpejtuar integrimin e një shteti të korruptuar dhe me një probleme në Bashkimin Evropian, ka dash pasaj të bëj gjithçka që i kërkojnë në mënyrë për ta marrë atë shkeljen e syrit për avancimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edi Rama deri para pak kohësh premtonte që në 2030-ën Shqipëria do të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian. Unë me aq sa njoh realitetin ekonomik, politik dhe institucional të Shqipërisë, them që sikur BE-ja të zbatoj seriozisht dhe rigorozisht kriteret e veta, nuk do ishte e mundur kjo gjë. Mirë po, sa për arsye gjeopolitike, sa për arsye të kësaj shërbëtorie që Rama bën pas një lloj skrupulli, mbas ai beson që do t'i afrohet data integrimit në BE, dhe një nga provimet thojza që e ka kaluar është fakti që me Kosovën ai është sjell si ambasador i Bashkimit Evropian Prishtinë dhe jo si kryeminist i Republikës së Shqipërisë. Po, saktë. Madje Shqipëria ka edhe në kushtetut, po na vjen po na i koha shumë shpejt e aq shumë folën për atë se çka është Shqipënia sot. Po më duket që mbeti veç në atë se Shqipënia çfarë do bëhet është me i rënu këto gjitha këto lloj, si më thon, avarish edhe qarje të sistemit që ndodhin mbrana edhe që e kalbëzojnë vetë sistemin edhe shoqërinë në Shqipëni. Po Alind, për mu, së fundmi, ju nuk e keni kriju një lëvizje, që thirret lëvizja bashkë, ju veç keni formalizu në një farë kuptimi angazhimin e juj që po dëshmohet që e keni vazhdimisht, si me thonë, edhe parim edhe udhërfys në trajtimin e çështjeve të ndryshme shoqërore, adresimin e tyne. Në zgjedhjet e fundit, për aq sa ka mujtur me përcjell diskutime politike, publike dhe mbi një, si me thonë, supozimi të ri që po lind një shpresë, po shpresa lindi në kuptimin që ishin disa, le ta themi, kampe, fraksione të reja, edhe në mesin e tyne lëvizja bashkë dhe në anën tjetër që ishte mundësia Shqipëria bëhet e kështu me radhë. Po të njëni prej këtyne celulave të reja,
paktën në bindjen tam u dëshmu që në mendësi, sidomos ajo Shqipëria bëhet, ndodhi një lloj katrahure e madhe të nxon për më duket e kanë një vend në parlament ata. Edhe për atë vend janë nisën me u nxon me njëri tjetrin me u përqa në masën që na kujtun neve këtë kampet e vjetra politike dhe po besoj unë në një pjesë të qytetarëve atje janë nisi prapë me u perceptu që këta nuk kanë të rinj, këta kanë si më thonë me një fytyrë të re, po me mendësi të vjetër. Në ndërkohë Lëvizja Bashk është duke u përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë përmes Redi Muçit, një aktivist politik po ashtu. Dhe një lloj pritje që do përmbushet, unë besoj që nuk do përmbushet te qytetarët që e Shqipërisë, që kjo ka qenë vetëm një trik, siç e kishte Lëvizja ajo Shqipëria bëhet, që zëvendësohet e mandati, Redi e lëshon dikur mandatin dhe futet Arlind Çorri. Çfarë do bëhet Shqipënia së shpejti ose në të ardhmen e afërt apo të largët, edhe cili është roli i Lëvizjes Bashk në ato se çfarë do bëhet Shqipënia në të ardhmen? Shqipëria mund të bëhet shumë çka në të ardhmen, po e vetmja gjë që nuk do bëhet ndonjëherë në Shqipëri në 3 vitet e gjysmë të ardhshme, është që unë t'jem deputeti i Kuvendit Shqipërisë. Dhe këtu mund të flasim me siguri absolute. Në 3 vite të ardhshme, do të thonë brenda kësaj legjislature. Unë uroj që kjo legjislaturë mbase të jetë më e shkurtër, që le të kemi mundësinë të arrëzojmë qeverinë, të kemi zgjedhjet parakohshme pas 6 muajsh, por po marr të mirë qenë për momentin që zgjedhjet e ardhshme do të jenë në vitin 2029. Dhe deri në vitin 2029, për asnjë arsye në botë, në tokën, në qiell, unë nuk do të jem deputeti i Lëvizjes Bashk, sepse ne vendimin që morëm, që të mos isha i pari në listën e Lëvizjes Bashk, e morëm të mirë menduar, e morëm për dhënë një shembull të emancipimit politik, të faktit që është kryetari një partie në funksion të partisë dhe frymës ja që përcjell dhe jo e anasjellta, siç thotë zakonisht Shqipëri, ku gjithçka sillet rreth kryetarit, rreth fatit personal të kryetarit, rreth rrogës kryetarit, suksesit apo lavdisë kryetarit. Besoj e kemi dhënë këtë shembull dhe që shembulli i besueshëm do të shkojmë deri në fund. Pa pikë diskutimi do të shkojmë deri në fund. Në zgjedhjet e fundit Shqipëri pati risi, partitë që janë konsideruar nga opinioni publik si të reja pati një lloj suksesi relativ, po të marrësh përqindjet së bashku mund të shkojë 8, 9 ose 10% të votave. Çfarë tregon që punët kanë filluar të ndryshojnë. Njerëzit kanë filluar të kërkojnë një alternativë të re. Mirë po është e vërtet po ashtu që në zgjedhjet 2025 ka pas një lloj kakofonie, ka pas shumë alternativa të reja dhe ka pas mjaft mivendosje dhe po ashtu qytetarët kanë pas vështirë të dallojnë të vërtetën mes tyre partive. Sidoqoftë konsekuenca jon qëndrimi në parimet e mëhershme, mospasja e gatishmërisë për të bërë kompromis me të keqen, me oligarkët, me pushtetin e korruptuar, besoj ka filluar ta veçojë Lëvizjen Bashk nga të gjitha partitë e tjera dhe unë e vërej dhe në popularitetin që ne po kemi mes qytetarëve. Në nëntor të vitit shkuar mund të bëhesh një zgjedhje të parakohshme në Bashkinë e Tiranës për shkak të burgosit Erion Veliajt. Nuk u mbajtën sepse ai fitoi gjykata kushtetuese gjyqin në gjykatën kushtetuese. Mirëpo unë kandidova në emër të Lëvizjes Bashk në ato zgjedhje, që do të bëheshin po s'u mbajtën. Dhe në një sondazh televiziv, vetëm që u bë, e jep Lëvizjen Bashk në Bashkinë e Tiranës diku te 12.5%, gati 3 fishi i rezultatit që ne kemi pasur 2023-shin. Që është tregues shumë i mirë që në kuadrin e 2 viteve e gjysmë ne në Bashkinë e Tiranës, që është bashkia kryesore e vendit. Ka qenë lloj aludimi që për këtë fakt dhe u bë ajo manovra me gjykatën e anuluar. Ka që arsyeja pse janë anuluar zgjedhjet në Tiranë ka qenë se Lëvizja Bashk domosdoshmëri që do fitoni ju, po shumë të mirë dhe rezultati ynë i mirë rrit probabilitetin që kandidati i Partisë Socialiste të humbë. Pa nis fushata, ne ishim te 12.5%, që kisha bindje që sigurt kishim mundësi të bënim 2-3 javë fushat, rezultati ynë do i kishte akoma dhe më i lartë. Ky është treguesi që qytetarët po na besojnë më shumë. E dyta, Lëvizja Bashk në origjinë të saj, karakterin e vet, po edhe në potencialin për të ardhmen është e ndryshme nga partitë e tjera të reja. Ne nuk kemi dalë nga gjiri në një partie, nuk kemi të pakënaqurit e PS-s apo të PD-s që kanë krijuar një parti të re, siç ka ndodhur me partitë e tjera. Dhe dyta, ne kemi pas qëndrime morale të pa diskutueshme dhe të pa dyshueshme
qysh fillim dhe që lidhen me kritikën e fortë ndaj oligarkisë ekonomike. Ka një test për kuptuar natyrën morale të partive në Shqipëri. A angazhohen në protesta, në kritika kundër oligarkisë ekonomike apo jo? Kush nuk e kalon këtë test, nuk ka kaluar provimin moral për të qenë përfaqësues i denjë qytetarëve, dhe mund duhet ta pranoj dhe është e pranueshme. Lehtësisht Shqipëri që e vetja parti që e kalon këtë test moral, mes gjitha partive të vjetra, të reja, të mëdha, të vogla, është Lëvizja Bashk, dhe për ne ky është kapitali më i rëndësishëm moral, pastaj sigurisht qëndrimet tona, botkuptimi ynë, programi ynë, shtresa shoqërore që duam të përfaqësojmë, duke nis nga punëtorët, nga pensionistët, të rinjt, shtresa e mesme, sipërmarrësit e vegjël. Pra një lloj bloku historik që e dikur, domethënë, pra një alternativë sociale dhe politike ndaj një tashmeje që është autoritariste, korruptuese dhe oligarkike. Shqipëria mund të transformohet, ka potenciale të mëdha, mirë politikisht unë besoj që këto potenciale do të jenë më të arritshme ose më pak të arritshme në varësi të fuqizimit politik të Lëvizjes Bashk, kuadrin e sistemit politik. Po pastaj do të lidhen sigurisht edhe me format të organizimit jashtë politik. Ne kemi ende shumë besim tek potenciali punëtorëve për organizim, sepse dim që ndryshimet e mëdha nuk mund ndodhin thjesht me fuqinë politike. Qoftë një partie që ka mundësinë të qeverisë, qoftë se nuk ka në jetën sociale ekonomike partner, që janë sindikatat ose janë grupime të tjera që përfaqësojnë interesat e shtresave të gjera shoqërore. Arlind, na eci koha shumë shpejt, ishte diskutim mjaftueshëm besoj në përmbajtësor dhe shtrirrues, edhe shumë shpresoj që herave tjera do të kemi mundësi me trajtu edhe çështje e tema tjera. Unë besoj fuqishëm që Shqipëria do bëhet dhe besoj fuqishëm që Lëvizja Bashk do ketë rolin e saj brenda kësaj të ardhme, si më thonë, me që e ka dëshmu tash e sa vite me këmbgulsinë dhe konsistencën e saj në parimet që i ka mbajt. Unë po shpresoj që edhe revoltat shoqërore edhe vatrat, si më thonë, të rezistencës kanë me nisme u intensifiku që një përmbysje me ndodh, jo ndoshta në kuptime klasike, po unë besoj që ka nis tashmë me u gry ai lloj sistemi i korruptuar në Shqipëri. Edhe të falenderoj edhe një herë shumë që ke marrë mundin me ardhur prej Tiranës në Prishtinë, je gjithmonë një mirë se ardhën. Kënaqësi që u takuam, biseduam, dhe kam përshtypjen që edhe diskutimi na shkoi mbar. Faleminderit. Shikues të dashur, si çdo herë, deri në qeljen e shtigjeve tjera, mirupafshim.